47 vjeçari, i cili u arrestua në flagrancë si përgjegjës i kazinos, e cila u zbulua 3 ditë më parë në një godinë trekatëshe në bulevardin Gjergj Fishta në Lezhë, u lirua nga qelia. Bledar Arapi u njoh me masën e sigurisë në gjykatën e Lezhës, e cila pasi dëgjoi palët, gjyqtarja Eglantina Biba e cilësoi të ligjshëm arrestimin e Bledar Arapit dhe vendosi ndaj tij masën e sigurisë arrest në shtëpi. Ashtu siç kishte kërkuar prokuroria e çështjes Irena Sufaj për veprat penale. Organizimës së ushtrimi veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin dhe prodhim dhe shitje e narkotikëve. Operacioni kolicor i koduar Fishat u finalizua nga sektori për hetimin e krimeve ekonomiko dhe financiare në Departamentin e Policisë Kriminale, në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale. Gjatë kontrollit në një banesë trekatëshe të marrë me qira nga shtetasi Elgar Ruka, 24 vjeç, i cili është shpallur në kërkim nga policia, ka rezultuar se ishin përshtatur katet të dyta dhe të treta për ushtrimin e lojrave të fatit dhe përdorim droge. Shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 15 makineta për lojra fati, një tavolinë pokeri, çipsa, letra bigjozi, disa doza kokain, 725.000 lekë të rinj, si dhe euro dhe dollar. Ndërkohë, në lidhje me rastin, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm Ilir Proda, nisi edhe një hetim disiplinor për disa drejtues dhe punonjës policie, të cilët nuk ishin marrë masa për evidentimin dhe goditjen e kësaj paligjshmërie në qendër të qytetit të Lezhës.